Jemi në xhaminë e madhe Molla Selkuta të Ferizaj, investim i Ministrisë Kulturës, investim kapital prej 1.400.000 euro. Kjo xhami është ndërtuar që nga viti 1943, por shkak se xhamia e parë që e ndërtuar në vitin 1890 ishte pikërisht këtu ku jemi kryeministër, dhe në vitin 1943 fillon mu ndërtu kjo xhami, edhe që sot po e restaurojmë. Deri tash të shpunu kryesisht për pjesën e themolinat. Siç po shihet këtu në këtë fotografi, kjo pjesa anekse prej pjesës ku shihet xhamia ka qenë në pjesën anena dhe është demoluar për shkak se kjo është ndërtuar pjesën e masluftës. Edhe ka qenë për shkak nevojat të xhamatit që i ka pas në plotsu për folje. Edhe si kompenzim është kjo pjesa e bodrumit që ka mundur tash. Edhe ka mundur këtë pjesën këtu dhe domethënë pak a shumë çaja xhamat që ka qenë pjesën e nalt ka mundet me shkun këtë pjesën e poshtme në bodrum. Që ka modhe jo? Rreth 400 individi komranda, po plus edhe pjesa që bojmë aneksin në bodrum, do të shkon diku rreth 1.300 persona që mund mi kryen obligimet fetare.